kur kthehemi tek kultura jon e përfatkeqe e modelit narkos, më vjen ndërmend Lazarati, i cili në fakt ishte një republik brenda një republike demokratike, një republike parlamentare. Lazarati u shkëput nga domeni, u shkëput nga shteti shqiptar. Ishte një hapësirë e askujt ku prodhoi drogë edhe menaxhoi nga prodhuesit e drogës. Doli nga harta e Shqipërisë. Ishte një vend ku nuk hynte dot shteti, ku nuk kishte kontroll, ku kishte një vet administrim, një lloj vet menaxhimi të resurseve njerëzore, të parave, të produktit të drogës. Gati e normalizoi në jetën e Shqipërisë shkëputjen nga Shqipëria. Edhe në fakt jo pse u prodhua vetëm atje, se më vonë pastaj Shqipëria e përfitoi atë kulturë dhe u përhap në të gjithë gjeografinë tonë. U përhap në veri të Shqipërisë, u përhap në lindje, në veri lindje, u përhap në jug, pra edhe sigurisht që kanabisizimi i Shqipërisë është një fenomen i pamohshëm i cili e dëmtoi tmerrësisht shumë shoqërinë shqiptare më vonë, sepse duke pasur fuqi financiare kriminalizoi edhe segmente të shtetit. Pra u bë një fenomen ku shteti u kap nga gati u kap nga dhe sot e kësaj dite kemi fakte që tregojnë se segmente të rëndësishme të sigurisë së shtetit ishin kapur nga bandat. Për fat keq, kjo pastaj u eksportua si portreti i Shqipërisë në